negocion me Partinë Socialiste, sepse bëri përshtypje edhe në seancën e rikthimit, po themi pas zgjedhjeve në legjislaturën aktuale, që deputetët e opozitës bërtisnin brenda sallës dhe përqafoheshin me socialistët në dyert e kuvendit. Tani kjo nuk ka ku të qëndroj në këtë drejtim, dhe se i takon bashkimit të fundit votave në KAS, unë lexova që kishte argument se ankimimet nuk mund t'i paraqesë një kandidat, por duhet ta bëj partia, dhe pyetje që shtroi në çfarë të keqe ka nëse hapen disa kuti ose disa qendra votimi ku besohet që ka patur parregullsi. Nëse më thua një dëm që do sillte kjo, në rast se procesi ka qenë i rregullt, në rast se nuk ka patur manipulim, pra mund të marri vetëm pak më shumë kohë deri në mbylljen totale të shqyrtimit të ankesave, por nuk do të dëmtonte askënd dhe do të forconte ndoshta transparencën, mund të shtonte besueshmërinë e publikut, se në rast se ka pretendime për parregullsi, votat mbeten kuti dhe mund të analizohen në një moment të dytë në rast se një parti apo një tjetër abuzon gjatë procesit të votimit dhe numërimit. E drejtë. Xhoji, e di ku është problemi? Sepse akuzohet kundërshtari ose totalisht procesi, pra ka patur votime dhe jo zgjedhje. Tezë të cilën i pare ka artikuluar zoti Bushati. Më pas, flitej për një nen të quajtur Neni Basha, që nëse një kryetari u mbet zgjedhjet, pavarësisht qëndrimeve tim mi vollën, nuk mi vollën, krimi, droga, a shërbimet e huaja ku dëgjon se çfarë, quhet i shkarkuar automatikisht. Tani arrim në fazën që nuk mbaka përgjegjësia as kryetari pas leadershipi. I vetmi faji është faji i kundërshtarit, domethënë paaftësia ime është faji jot. Si e shikon gjithë të llovi kaq të madhe brenda Partisë Demokratike, sepse dështaku më i madh i saj që sipas tyre ka qenë Ulzim Basha, të paktën mori 59 mandate. Këta e çuan 9 mandate më pak se ai që e përjashtuan për paaftësi. Dhe leadershipi është i njëjti, ëh? Pa i bie që është paaftësia e kryetarit, tash do mbaj përgjegjësi kryetari, që me ditën ekip mori 9 mandate më pak, ose i bie që ekipi saboton, pra kur them ekipi ka fjalën për leadershipin, për sekretarin e përgjithshëm, kryetarin e grupit parlamentar, zëvendës kryetarë, drejtues të qarqeve. Si e mendon në fund ditës cili është fajtor dhe çfarë do të ndodhi me këtë parti, në mënyrë që të kemi në opozitë në fund të ditës? Marsit është problemi që në fakt në Partinë Demokratike mohohet me ngulm se nuk mund të bëhet një proces paralel ku të ketë një reformim ose rifreskim të drejtuesve në qarqe, drejtuesve në degë, kështu me radhë, me argumenti se diçka e tillë do të sillte një shfokusim nga po themi qëllimi për të ekspozuar krimet elektorale. Personalisht nuk kam shumë besim tek kjo strategjia për të bërë libra për krimet elektorale, për të shpërndar prova. Këto duhet ndiqen në rrugë institucionale, se ndryshe mund të dalin në televizion gjithë ditën dhe të thonë pretendimet e tyre, por në rast se nuk ka një vendim konkret, një sankcion juridik, nuk mund të ketë, po themi, asnjë efekt të prekshëm mbi procesin zgjedhor. Dhe së dyti, nga ana tjetër, duke patur parasysh Nenin Basha, që ti e përmende, sigurisht që duhet kishte një lloj, po themi, llogaridhënie prej të gjithëve, përfshirë edhe nga zot Berisha, pasi në rastet kur e pyesnin nëse do të mund t'ia vjedhte zgjedhjet sërish, Edi Rama thoshte që doja zë vjedhjen në fyt, nëse mban mend deklaratën e famshme. Dhe në këtë drejtim tani bëhet realisht komplikohet. Situata do të ketë një raport dytësor nga OSB-ja, por ta zëm edhe nëse ka gjetje negative, OSB-ja do të thotë adresojnë këto në komisionat e ardhshëm të reformës së ardhshme zgjedhore, se ne bëjmë një reformë përpara çdo palëzgjedhje, qofshin ato vendore apo qendrore, dhe në këtë drejtim mua më duket harxhim energjish që ta vazhdosh me kaq ngurt një proces që nuk dihet nëse do të ketë masa vendimarrëse në fundit. Pra çfarë mund të presim nga OSB-ja? Beson realisht se mund të ketë një mosnjohje
të zgjedhjeve, kur raportet e OSB-s kanë qenë gjithmonë duale, përmendin elementet pozitiv, përmendin elementet negativ, thonë të shikojni ke reforma e ardhshme edhe bashkë jemi pas 2 ose 4 vitesh. Është mëse e drejtë Gjoj, dhe pyetja ime e fundit për ty, pasi s'do të mbaj mëse e di që e njëri që keni pendime, është me pretendimin që kanë euroatlantikët që zoti Basha do fitoj vullën dhe me këtë vullë do jetë kali i trojës me cilën ai do marrë Partinë Demokratike dhe ai do jetë alternativa e ardhshme e PD-s si kryetar për zgjedhjet e ardhshme. E di që na vjen për qeshur të dyve, po e mendon që ka ndonjë gjast të ndodhi kjo apo është mashtrimi i radhës i Bashës për të siguruar shtegun e ikjes? Sepse ti e di që ne kemi edhe mik përbashkët, i cili për ditë ndes qirinj me këtë pretendim. Marsit, sinqerisht... Ta dëgjoj njerëzit, t'ja themi narrativën. Okej, po e them atë që mendoj. Shiko, Marsit, Basha kishte një mundësi të artë për të kontestuar, po themi, leadershipin e Berishës. Kur gjithë i thonin, po themi, duhet ketë një vendim për Berishën, pa dalë Berisha e non grata, i thoshte zvras babajnë tim politik, ne të djathtë të nderojmë babajnë, ndërkohë që ky nuk ishte fare thelbi asaj që po i kërkoj. Kalojmë tek shpallja non grata e Berishës. Basha, domethënë, kishte të gjitha armët politike në duart e tij për ta eliminuar politikisht Berishën. Dhe çfarë nuk kuptoj me këtë? Vullën e Partisë Demokratike, logon e Partisë Demokratike, selin e Partisë Demokratike, shumicën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Shtetet Bashkuara në anën e tij. Dikur do thoshte kishte edhe i farë mbështetje nga Edi Rama në këtë përballje me Berishën. Kishte, po themi, proceset gjyqësore që rëndonin Berishën, kujtojmë që Berisha ishte 1 vit në arrest shtëpiak, dhe me të gjithë këto faktor, kur nuk arrite ta fitosh partinë, kur të firuan deputetët, një nga një unë nuk e di se si mund të jetë, po themi, e famshmja vula, shpresa për të ngritur një koncept të ri politik. Basha bëri një fushat, kisha respekt për disa prej kandidatëve që bënin pjesë në listën e tij, se janë në vërtet burra e gra të nderuar dhe nderuara, por të kesh një eksperiencë si drejtues i 3 ministrive në vend, i bashkisë më të madhe të vendit, i opozitës më të madhe të vendit, edhe të katandisësh me 1500 vota, unë nuk e di se si mund ta mbuloj, domethënë, një vullë gjithë pa aftësi të madhe politike për të kapitalizuar në, po themi, numër votash. Marsit, jam i bindur që edhe unë edhe ti po të dalim nesër në fushat, po të shtrydhemi pak me miqt, me të afërmit, me kolegët, me, po themi, gjithë njerëzit të afërt kanë përshtypjen 1000 vota do t'i bëjmë. Po s'mund t'jemi në baraz me një person që ka mbajtur, po themi, çelësat e opozitës në humbjet një pasnjëshme dhe në një mungesë totale shprese për të fituar. Nuk e din se ja vlen ta komentojmë.